ndër këngëtarët më të njohur të trevave shqipfolse, i dashur për zërin, talentin, lëvizjet skenike, por edhe për atë që e ka shoqëruar gjithmonë. Buzëqeshjen, ai ka ditur të jetë gjithmonë shumë pranë publikut. Për shumë vite e ka ndarë jetën e tij mes Shkupit dhe Tiranës, por prej disa muajsh ai është zhvendosur në kryeqytetin shqiptar së bashku me djalin dhe bashkëshorten Selvien. Ka vendosur të zhvillojë jo vetëm karrierën, por edhe disa projekte të tjera, të cilat do t'i zbulojmë në studio. Mirëpres, Shpat Kasapi! Hej Shpat, mirë se vjen, çfarë kënaqësie. Faleminderit që ke zgjedhur sot të jesh me ne në living roomin e Vision Plus. Sa kohë ka kaluar pa qenë në Vision Plus? Se këtu i ke bërë disa spektakle. Në Vision Plus kemi pasur shumë përvoja interesante, përvoja që mbahen mend, kujtimet bukura në Dancing with the Stars, njëshi. Përveç përvojës kemi pasur edhe shumë shoqëri me gjithë pjesëmarrësit e Dancing with the Stars, me stafin e Vision Plus, që sot e kësaj dite edhe njifem akoma. E u bëm si një familje, them kështu. Ndonë se ka kaluar shumë kohë, por u takove me shumë dashuri edhe me stafin e Vision Plus, dhe unë prandaj zgjodha që ta nis kështu edhe këtë bisedën tonë miqësore. Një përshëndetje shkon edhe për producenten Holta Dulaku, për edicionin e parë dhe të gjithë edicionet që pasuan Dancing with the Stars me shumë sukses, edhe tani Ferma VIP. Përshëndes shumë edhe për pritjen që na ka bërë, që na ngjiti aq shumë njëri me tjetrin, dhe s'kemi pasur asnjë problem as më të vogël për çdo gjë. Po tani po prodhohet Ferma VIP në Vision Plus. E kam ndjekur Ferma VIP. E ke ndjekur? Dhe u gëzova shumë që ka pru një rësi Vision Plusi tek shqiptarët, tek audienca në Shqipëri, sepse ka nevojë për një reality show, kuptohet, të tillë. Do ta mirëprisje një ftesë? Reality show, pse jo, pse jo. Shumë mirë, morëm edhe një përgjigje, se në këtë periudhë, në kërkim të personazheve, personaliteteve, është Vision Plus për t'i përfshirë në fermën më të dashur dhe më të famshme në Shqipëri. Do doja që të kujtojmë së bashku një moment shumë të veçantë të karrierës tënde. Ne, kur i kthehemi të shkuarës, janë disa histori që po të pëlqejnë ti dëgjosh, veçanërisht kur koha ka kaluar. Profesionist dukeshe. Po, duhet ta falenderoj shumë Isidën, sepse ajo ka qenë që e ka zbukuruar çdo vallëzim që kemi bërë, dhe u bëm si vëlla e motër me Isidën, e poth shumë. E përshëndesim Isidën. Isidën shumë, sepse edhe e uroj më të mira, se është edhe një fazë shumë të bukur të jetës së saj. Po, shumë respekt për Isidën. Të pëlqen dhe shumë kërcimi. Vetë fjala kërcimi është diçka që ti duhet ta përjetosh, është diçka e re që më bëri mirë edhe për organizmin normal, për shpirtin, sepse ndihesh shumë komod kur kërcen, ndihesh shumë gazmor, në varësi të kërcimit flasim. Publiku shqiptar të kujton gjithmonë për performancat e tua në skenë, dhe më duhet të marr guximin dhe ta pranoj, në emër të të gjitha vajzave të brezit tim, nuk ka patur asnjë që nuk e ka admiruar, adhuruar dhe patur idhull Shpat Kasapin. Po për veshjet, të cilat ishin jo të zakonta edhe me ngjyra, për performancën, për buzëqeshjen që e kishte të stampuar, tani le ta themi edhe për atë buzëqeshjen amerikane, ato thëmbët e bardhë si ruaz, edhe vëthi në vesh, një diamant që shkëlqente, modeli i flokëve. Shpat, ka qenë një periudhë që e ke ndjerë të gjithë të dashuri të publikut, por veçanërisht të vajzave moshatare të tua. Edhe shembull për të djemt, shumë më thonë në atë kohë kur i risja flokët mbrapa, këtu ka qenë një model, cilën e pëlqenin gjithë çunat edhe një bëj flokët si Shpatit e kështu. Atëre, ke meritën që ke ndikuar në stilin e djemve masivisht në Shqipëri, se po flisja për mënyrën se si të kanë parë vajzat, por për djemt, për këmishat, këpucët, jakat e këmishave, ngjyrat e këmishave dhe vëthi. Vëthi. Dhe modeli flokëve. Leja në atë kohë. U bën shumë? Po, modelet, ato... Pak të zbërthyera. Me zinxhire, me gjëra, ka qenë kotarta atë. Të gjithë këto elemente bëhen bashkë në një video. Ja, shohim vëthin, modelin e flokëve, këmishën dhe performancën e buzëqeshjen e Shpatit. Shkapata ty ti rivash. Gasu temi mos më lëndon në zemër tash. Largohu ti dhe mos u kre. Shkapata ty ti rivash.
Nëse do kisha mundësin të këndoja këtë këngë dhe të kisha përballë Shpat Kasapin në 2005-ën, nuk e imagjinoja, por po ta kisha menduar që do vinte kjo ditë, atë ditën që do ta kisha kaluar në përmendje do më kishte rënë të fikët. Të fikët? Mos e zgjatë më. Ka qenë periudhe art, ku gjërat ndiheshin, jo shiheshin. Ka qenë periudhe art në çdo aspekt tjetër, se vetëm në muzikë, në karrierë. Si e ke përjetuar këtë periudhë? Më trego disa nga episodet të cilat ishin të zakonshme atëre dhe sot çfarë ka ndryshuar? Shumë gjëra ka ndryshuar atëherë, ka qenë periudha kur s'kishte telefona, ose kishte sa kishin dalur telefonat për të kryer punë, vetëm për të folur, jo për të parë. Ishin telefonat për alo-alo? Për alo-alo, pra për të kryer. Ose një mesazh. Para telefonave ishin pejgjera, ne ju thoshim. Kanë qenë ca pajisje që vinin mesazhet me anë të postës. Ti bëj porosi post edhe i shkonin mesazh. Kanë qenë vetëm me shkrim. Para telefon. Piper? Pa nejse, po. I kemi përjetuar gjërat reale, kemi përjetuar gjërat natyrshëm si që vinë. Po thua që ka patur më shumë emocion, keni patur mundësin që ta jetoni më shumë. E kemi jetuar, edhe suksesin, edhe dështimin, edhe pëlqimin, edhe mos pëlqimin. Gjërat nuk kanë qenë të mvarura nga teknologjia në atë kohë, edhe thjesht nga koha që po na vinte nesh, po thjesht ne i servonim kohës, që deshim ne. Kjo ka qenë dallimi. Tani koha po na servon neve. Si që është koha duhet edhe ne të cilemi. Si në muzikë, si në artë, si në kulturë, si në politikë, si në jetën sociale, shoqërore. Do të udhëtojmë përmes disa momenteve kulmore të karrierës tënde. Shohim një tjetër interpretim. Nga një djalë nga Maqedonia, që në atë kohë bënte filma, ka qenë regjisor i fortë. Dhe ka qenë ndër klipet më të shtrenjta të mijat të asaj kohë, sidomos, sepse ka qenë kamerë filmike, gjëra që atër në Shqipëri nuk ishin fare. Nuk njiheshin. Edhe bëri diferencën në këtë videoklip. Edhe e lloj stafi, kanë qenë stafi papar. Dhe pas këtij klipi, gjithmonë e më shumë ishin këngëtarë të tjerë ata që kërkonin që të sillnin një nivel në videoklipet e tyre. Pra e ke bërë një revolucion. Po, ky nivel kushtonte në atë kohë, sepse ishte periudha pas luftës Kosovës, pas luftës Maqedonisë, njerëzit nuk ishin shumë financiarisht përgatitur. Po unë këtu bëra një sakrificë fakt, bashkë me nënën time që më ndihmoi shumë, edhe na kushtoi goxha shtrenjtë. Tash i flas për cifra, por për atë kohë ishin shumë. A Xhamiu sa vjeç ka qenë? 19 vjeç kam qenë unë, tash jam 39. 20 vite më parë. Pasi publiku dëgjoi këtë këngë, të deshi përgjithmonë. Kjo ishte vula e albumit A Xhamiu që bëra, edhe klipi bukur kuptohet, klipi bukur e shet materialin. Tash është e kundërta. Ndërkohë, si janë ditët e tua Shpat tani që je vendosur? Gjallëria që ka qyteti. Po. Prapë do të bazohen te klima, është deti që kemi afër. Por edhe projektet, janë disa projekte që të mbajnë në Tiranë për të cilat ne do të flasim. Ke patur dalje publike jo shumë të shpeshta. E ke rezervuar veten. Dhe në atë kohë dhe vazhdimisht. Ke zgjedhur që ta mbash jetën tënde private, larg syve të publikut. Edhe në intervista ke dashur të flasësh kryesisht për ato që ti ke realizuar për projektet e tua, por pak për jetën personale. Po nuk është se kisha ditë çka të flasim për jetën personale atër, sepse isha edhe në shkollë. Është interesante edhe marrëdhënia që ke me maman, marrëdhënia që ke patur gjithmonë me maman, që ka qenë pranë teje. Ke qenë një ndër beqarët më simpatike dhe më të lakmuar të showbizit në Shqipëri dhe gjithmonë ka patur kuriozitet rreth teje, por nuk e dashur që të kthesh përgjigje. Megjithatë sot, në një program lifestyle, do të na lejosh që të hym pak në të përditshmen tënde. Patjetër. Duke treguar ato që janë edhe rutinat më të thjeshta edhe më të zakonshme të Shpat Kasapit. Si e nis ditën, herët apo vonë, dhe cili është mëngjesi yt ideal? Unë nis në varësi nga angazhimet që kam pasur një ditë më herët. Nëse lodhem apo rrin studio duke punuar me muzikantët e mi, zgjohem më vonë. E qonë selva qonin kopsht, ndërsa kur rri më shkurt, qonë mund mëngjes edhe që qonin kopsht. Pastaj ka raste kur haj mëngjesin, kuptohet, haj ose briosh, ose ndonjëherë haj vestë të skuqur, ose haj ndaj, i themi, tip brioshi me salqiqe, për shembull, diçka e tillë, sepse kam qejf t'i kombinoj, nuk ha çdo herë njëjtë. Çdo herë të njëjtën gjë.
Nëse ndihem prap i lodhur do pushoj, ose është e kundërta, nëse ndihem shumë i lodhur, bëj sport, not apo boks, që të vinë energjinë e duhur të ditës, që t'i përballoj dhe planet tjera të ditës. Pra këto janë disa nga gjërat të cilat shënjojnë mëngjesin tënd. Nëse je në shtëpi, çon djalin në kopsht, baballar. Çon djalin në kopsht. Aty në pallatin ku jetoj në Izberisht jetoj unë, i kemi gjitha, po është restorant, mëngjesore, lokale, pafund, kopshti është aty. Pra gjithçka e ke pranë banesës. Po, edhe kështu nis një ditë e imja. Pastaj të pëlqen sporti? Sportin e kam pasion unë. Kam 9 vite, jo, më shumë, 11 vite që notoj. Në 5 vitet e para kam notuar rregullisht. 4 herë në javë kisha disiplinë notin. 3 vitet e fundit kam filluar bëj boks. Si je si baba? Je një baba i rrept? Djali është 2 vjeç e gjysmë. Jo. Je një baba strikt? Jo, nuk jam strikt sepse nuk jam i mendimit që të arrisësh fëmijën me frikë. Jam i mendimit që njëkohësisht fëmia duhet të kuptojë edhe lirinë që ja jep, edhe rregullat që t'i ja jep. Pra dëshiron edhe ti mësosh rregullat, por edhe t'i japësh shumë dashuri edhe... Dashuri po se po. Po këto të dyja më të theksuara. Atëherë, shohim një foto me voglushin. Mashallah, sa i bukur. Për çfarë i thua jo? Razgjë, Roelin e kam gjithçka. Jam shumë i lidhur me çun. Nuk je baba i rrept atëherë? Jo, nuk je. Atë sa kanë qenë prindrit e mi me mua. Deri ku shkojnë punët e babait për shpatin? Pra për të çuar në kopsht e shoqëron. Shumë, sepse Selva punon online, edhe është e angazhuar me laptopin gjatë ditës, varet në varësi nga planet që ka, edhe nga puna që bën. Dhe unë në shëtis, Roelin, rime të gjatë... E ushqen? E ke ushqyer? Po, patjetër. Kur ishte koha, i ke ndruar pelenat? Pak, më shumë Selva. Me ushqimin është pak keq, nuk kanë çka i servojmë ne, po hanë çka donë vetë. Jeni ju prindër që i shkoni me pjatë në për shtëpi? Nuk do, sa do që t'i shkosh, jemi munduar maksimum që ta gjëra për shembull më të lëngshme, gjendra. Të shëndetshme, patjetër. Të shëndetshme nuk i donë fare. Janë gjërat e thata. Po kur të analizojsh thellë ne edhe unë kam qenë që kam grënë shumë ushqime të thata, pastaj duke u rritur. Pra të gjak aty, gjak babit. Frutat i ka qef shumë. Shumë mirë, ja e kompenson në një mënyrë. Edhe molla. Ka të preferuar atë babi, ka qenë aq i kujdesshëm, sa që i di shumë mirë se cilat janë frutat e preferuara, ushqimet e preferuara, se është një baba që ka qenë prezent në rritjen e djalit. Patjetër, unë çdo ditë e shoqëroj Roelin. Ka qenë ai një ndër arsyet që ju zgjodhët të qëndronin në Tiranë? Shumë arsye ka qenë hapja lokalit që do hap këtu në Don Bosco. Fare pranë Vision Plusit? Launch, po dikun të afër, po. Pra ke edhe një projekt në biznes këtu në Tiranë? Po, projekti cili do besoj nga 15 gushti do hapet, të gjendet në Don Bosco. Çdo kush është i ftuar. Patjetër, dhe mezi po presim të vim në biznesin tënd të ri, në ambientin tënd të ri. Uroj shumë që të shkojmë bar ashtu siç e ke projektuar, edhe pse në përgjithësi dukesh një person që i llogarit mirë gjërat edhe hapat që hedh në jetë. Selvia, a është nëna që kishe menduar për fëmijën tënd? Selvia është pikrisht nëna që e kam menduar, pikrisht gruaja që unë ndonjëherë kisha menduar tjetë. Është shoku im i vërtet i jetës, është partnerja më e mirë që ekziston për mua, nuk di çfarë të them për Selvan. Jemi shumë, shkojmë shumë mirë, ndajmë gjërat, i zgjedhim çdo gjë si për të keq si për të mirë bashkë. Ja e shohim një foto ku jeni të dy bashk. Ju jeni njohur në një videoklip. Ka qenë dashuri me shikim të parë? Selva, po. Mund ta them me shikim të parë. Edhe me takim të dytë. Mund ndalova thash, kjo është vajza që doa unë thjesht. Që më pëlqen mua. Gjatë periudhës së takimeve, pastaj kam hasur në shumë sjellje tjera të virtyte të mira të Selvës që më kanë pëlqyer mua. Ja ku po shohim familjen e bukur. Po, jemi në Stamboll, Në Stamboll. Jemi shkuar, po. A je një person që të pëlqen
edhe të kontribosh në shtëpi, të bësh ato punët e shtëpisë. I ndanin do pak punët e shtëpisë apo jo? Pra që t'i bjem shkurt se shumë shkoj. I lanë enët apo jo? Ja, Selva i ka më shumë ato, edhe pëse unë do t'i bëjnë në njerë, për si kur grues i shkojnë më shumë, i kanë hije. Ashtu, a gatuan do njëherë? Vetëm kur mbërtet shumë gruja. Vërtet? Pranohet si argument, po. Kur t'ka thënë disa herë, nuk e ke bërë punën, po dikur do duhet ta bësh. Dikur ta bësh, po. Për të gatuan do njëherë, e ke pasion gatimin? Se kam farë. Nuk e ke fare pasion, por për të shijuar, shijon. Çfarë gatuan shumë mirë, Selva? Atë jam mjeshtër. Gjedrat i bën shumë të mira. Bën pitet i pjek shumë mirë, pitet. Po, byrekun. Byrek i thoni, pitet. Me mish, me grosh, për shembull, dhe bën shumë të mirë. Me pasul, po. Pite me pasul. Duhet i marrim recetën. Maqonine e ham shumë atë, po. Presh, e thoni presh? Po, presh e themi, byrek me presh. Me presh i bën Selva shumë të mira, i qanë. Shumë specialitete. Pesto, makarona, spageti, këto i bën shumë. Pra edhe tradicionalet, edhe modernet. I ka mësuar diçka nëna juaj? Sepse ju keni jetuar bashk. Më ka thënë çka i ka mësuar, po se kam pyetur, për këtë më por ajo ka mësuar nga nëna juaj. Ka mësuar, po çka nuk e di sakt. Mami më gatun në fakt shumë mirë, mami familjarisht gatojnë ato gjithë, mami dhe motrat e saj. Do të shojmë një foto shpat, ti je i vogli? Jam i vogli, kuptot. Albini është lartë dhe Jehona, motra. Bebush i vogël, po. Shpata, ke qënë ti çuni mamit? Kur ndroi jetë babaj, në fakt nëna u lidh shumë me ne. U lidh shpirtërisht edhe e ka luajtur rolin, sepse të humbësh dikënd, e sikur ke humbur 10 veta në familje. Është të vinë gjitha dyert mbyllen, si të them. Baba ishte shtylla, nëna ka qenë motori i shtëpisë gjithmonë dhe po, gjithmonë është marrë me ne, është kujdesur. Ka zaventësuar atë mungesën e babait, me shumë sakrifica, me shumë mund, me shumë dashuri. Edhe punonte normalisht, mami ka qenë gazetare, ka punu në Ministri të Arsimit, pas Ministrisë ka u punsua si profesoresh në Fakultetin Pedagogjik, sepse ishte doktore shkencash pedagogjike dhe është... Dhe ka qenë deputete? Pastaj deputete, në fund tash. Po. Për të gjithë ata që nuk e din, babai i Shpatit ka qenë gjithashtu artist, ai ka shkruar, ka kompozuar, ka qenë menaxheri Elita 5 edhe shumë nga tekstet e tyre janë të babait tuaj, gjithashtu patjetër që ai do të shkruante, kompozonte edhe për ty që fëmijë. Po, ka shkruar më shumë. Këngën të pres besoj e ke dëgjuar nga Elita 5. E di se do të vish, e di se s'mund, atë ka shkruar babim. E di se ga bon. Ka shtu vepron. Si s'pata zë për të duar. Edhe atë ka shkruar. Rindritare shikoj anën, s'më kujtot për momenti. Shkruetu në këngët më të bukura që i ka, nostalgjik Elita 5. Shumë të bukura dhe këngë të mëdha që nuk do të vdesin kur. Ato e ka shkujtur. Më zuri mu nata, nata e trishtuar, koha shumë e keqë, pasi jemi ndarë, dhe jemi ngërë. Ato e ka shkujtur. Ato e kam pasur pikë të dobët unë, si këngë, ka Elita 5. Përshëndesim shumë dhe grupin e mrekullueshëm, herojt e muzikës. Ke patur ndonjëherë, ndonjë merak se mos karjera jote kalonte nën hijen e mamas ose të babait tuaj, duke qenë se ata kanë qenë shumë të rëndësishëm në karrierat e tyre. Kanë rënë në hijen e mamit shumë, mami kur vinte në Tiranë thoshte, mami si kalove, mirë po mua gjithë, po thashë, po gjithë nëna shpat kasapit më thëmë, unë tërë këto titu i thotë tërë këto, nëna shpat kasapit, thash hajde nëna shpat kasapit. Pra nuk ndodhi kjo gjë, përkundrazi. Është e vërtet që ke shitur kokoshka kur ke qenë i vogël? Se lexova diku. Popcorn, kokoshka kur ke qenë i vogël. Se lexova diku dhe më bëri përshtypje. Kur kam qenë 8 vjeç kam shitur. Po pse të është dashur të shesësh kokoshka? Unë kam qenë shumë i dhënë pas legut. Kisha qef të bëja lek vetë. Edhe që atër në kohën vishin shumë motora, i jepshin me qira, e kushtonin shumë shtrenë. Babaj nuk na jep të aqë, jo se s'kishte, po nuk donë të na laston të aqë shumë që edhe unë detyrosha të bëja një punë që
të merja motor, fitoje lekët. luaja në lojra zbavice, sepse i doja shumë lojra zbavice në atë kohë, ishin shumë interesante. Edhe shqite kokoshka, ku ishtisje? Dhe bëja shumë lek. Vërtet? Po pse e le biznesin, kur pas ka ecë mirë? 2 vjetë. 2 vjetë, ke shitur 2 vjetë? U bëra dhe me punëtor. Çfarë thua? Më e keqja është që punëtori ma vëdhi dyqanin. Më e keqja isha dhe Më thuaj shef. që shetë ende kokoshka, në një dyqan më të madh, jo. Jeni shok sot? Shu ka qenë ajo si gjam akuarium, ne i themi. Po? Edhe makina për që i pjek ato Kokoshkat? Dhe ka që ishte? Dhe kishte në investimi madh. Jo, investimi ishte minimal, ti punove për 2 vite. Rrymën e merja nga shtëpia me kablin e gjërë, sepse s'kishte si atër ku do ti ta instalosh. Do me thënë energjinë elektrike... Nga shtëpia kabull ka marrë, s'dik ku e gjetë atër babi im, dikun të mori me mzi, atër u gëzova shumë, sepse unë gjithë dyqanin e bëra, kabulli mungonte. Shkoj 2-3 ditë, unë fleja këshu me ankte. Qastet bukura. Është një foto të cilën publiku ndoshta edhe mund ta ketë parë, por do doja një koment tëndin për këtë foto. Si e kam marrëdhënie nusja me vjerën? Shumë mirë, Selva me mamin shkojnë normal kur jetonim Shkup. Mami im është një grua që shumë e kuptueshme, shumë e njeh botën kur të njofton, të njeh, din të respektoj, din të është e sinqert me gjithë, patjetër që do edhe me Selvien. Pra e ka pritur shumë mirë janë si shoqe, po normal. Dhe kanë marrëdhënie shumë të mirë. Edhe flasin shpesh telefon. Dërsa këtu? Këtu, unë po bëj si poet këtu. Këtu është një rast kur i thoja mame, gjej një libër për vjesha sepse ka një muzikë të mirë, du ta bëj këngë. Edhe ma, po kjo kështu, Tritëroa Golli, këto, shumë libra ka. Edhe ato që sheh aty, të gjitha i ka lexuar mami. Jo unë. A ke patur ose ke një ves i cili nuk të pëlqen? Edhe kam ndoshta. Shiko, njeri pa vese nuk ka, asnjëri nga ne nuk është. Normal, ndonjëherë kur dal me shokët, të ri, i them Selvës, një orë, sepse thot më duhesh për ndonjë punë, diçka, dhe mos u vëno se sot më duhesh. Edhe aty e harroj për shkak. Atë ditë ndodh që e harron, atë ditë që duhesh në shtëpi. Aty pastaj Selva. E merr shkopin edhe si u morën vesh. Dhe atë ditë të duhet të fshish shtëpinë, të lash edhe enët. Edhe enët, edhe këto, si thoni. Divane koltuk. Po ajo është xheloze sepse ti ke shumë fanse. Selva mua më nje, edhe di kë ka marrë në... Po. Të morit famshëm. Në krah, edhe... kuptohemi, si të them, kuptohemi shumë mirë. Unë të doja që të dëgjojmë një këngë e cila është një dedikim i veçantë për Selvien, mbretëresha ime. Jam i veçantë me bindje, beso, për ty jetoj, nuk rrim mbretëreshës antike, e unë si një Apollon, bukur ky front, neve na shkon, le të jetë mbretëria jon. A është kjo kënga jote më e ndjerë, më emocionale? Është ndër më të ndjerat. E ka punuar Avniqa Ili, tekstin, përshëndes shumë. Orkestrimin e ka bërë dhe muzikën e Gjatmejovi Virusi, kryesuesi i Elitës 5, që përshëndes shumë. Është mjeshtri i madh i muzikës tonë. Edhe thash, më bëj një dedikim të bukur, Avni. Avni, ma lërë mua në dorë, se unë do të qëndis bukur. Pastaj unë i bja pianos, ka që kam bërë dhe kurse piano, shkollë. Edhe i ndihmova që sa do pak të ketë vijë melodike që përshtatet me muzikën. Ju kujtua si Avniu që është mjeshtër për këto punë edhe doli kjo. Dhe e qëndisi. Me bëm shumë special për... A ka ndonjë këngë të cilën nuk do doje ta kishe kënduar? Se është ndryshe perceptimi që ka artisti për këngën e vetë, ndryshe si vjen në publik. Shumë, po kjo vjen nga shumë faktorë, nuk vjen vetëm nga ajo që ti do t'japësh. Po kam ca tekste për shembull që kam bërë si fëmijë, vetëm ato duke më dashur ndoshta si shpat, unë kam menduar që më duan edhe këngët, edhe unë bëja tekst, çan xhiri ato e donin. A kupton? Më vite diçka, po kam qenë i vogël, ndoshta kanë qenë pa kuptim, edhe sot e kësaj dite kur i gjethem, po kjo me këtë s'ka kuptim.
Tani që i Në hynë këtë sens, më analizave kupton? pak më të thella, cila është kënga për të cilën nuk je krenar, ta themi kështu. Kam albumit parë, ka shumë. Po, veçoj e E janë njërën. ersir, për shembull është një. Pak ndoj pak. E janë ersir, më do gjimalli për ty, se pas teje s'kam tjetër dashuri. Qëtu, apo kjo që nga këngë shumë e bukur? E bukur, po për shembull. Jo, ke bërë mirë që e ke kënduar. Ja, për shembull, ja bëj pyetje vetes. Pse të vi vajza në ersir? Shohim edhe një tjetër klip, është projekti yt më i fundit. Ba. Kaçurela. Ka po magjia jo, as di as ku jam mo. Ma do shpirti ma do, ka qurelat kur i shoh. A mendon vati për mu, se tim ke tranu mu. Ka veqes për du me të lëshu, se veç ty të du. Me këto ka qurela, orela rela, zemrën më more me magji. Me këto ka qurela, orela rela, zemrën më more ti, si me magji. Dhe këtë ka surel. Shumë suksese, shumë Faleminderit, suksese. Cilat janë projektet e tua të kësaj vere? Qoftë pushimet, qoftë Në projekte radhë, po vjen një profesionale, bashkëpunim- përveç biznesit. Pa të e tham. Po. Tham. Në radhë vjen një projekt që do e bëjmë Morgido Dapën. Këngëtarin, unë ta quaj një këngëtar i cili premton shumë. Është djali i mirë mbi gjitha, një zë i mrekullueshëm dhe një familje shumë e mirë artistesh. Ergjys Shaun, po ashtu që është pjesë e duetit. Aha. Gjithashtu edhe për Ergysin s'kam fjalë, se mbi gjitha janë shok të mirë, pastaj edhe muzikant. Dhe një që do bëj vetë. Një material tjetër për përgatit surprizë, nuk do e them emrin, është këngëtari i njohur, sepse po punohet, E kuptoj. edhe nuk e dim kur do dali, s'po e them. Edhe ajo është do jetë një projekt i mirë. Planifikoj një album ndërkohë. Disa këngë të çojnë logjikisht tek një album. Cili është Do jetë këngëtari album- që e veçon, që e vlerëson në tregun muzikor shqiptar, Këngëtar. pavarësisht nëse do të kesh një bashkëpunim me të ose jo, meqense s'ka e të mbajtë bëj. surprizë. Desha të bazohem pak të albumi pasira, pastaj do të japë edhe të përgjigje. Do jetë interesant sepse do rikthej ca këngë të mia, që janë bë pas vitit 2016, edhe disa treja. kuptova. Remake, tip remake. Këngëtar të Shqipërisë apo shqiptar në Të përgjithësi? shqiptarisë. Unë do e veçoj Albanin, Alban Skënderaj. po, sepse veti dëgjoj këngët e tij. Edhe është i vetmi këngëtar i cili ka mbajtur tregun me krijimin e këngëve të tij që i këndon me shpirt, që është e para punës, që i këndon natyrshëm, edhe i jep shumë shpirt, edhe për tekstet që i ka shumë etike, me përmbajtje të madhe. Albanin do ta veçoj nga këngëtarët. Pastaj nga këto që janë pak më në moshë, do e veçoj Aleksandar Gjokën, Redon Makashin, me cilin jam rritur me këngët e tyre, edhe Ardit Gjebren të madhe, në kuptohet. Nga femrat pastaj do veçoj Aurelën Gaçen, Gaçen. që është diva për mua. Angela Peristeri është këngëtare shumë e mirë, që veti dëgjoj, më kanë kënaqem kur i dëgjoj. Ronela është këngëtare e mirë. Po pushimet Unë ku jam do i këngëtar kalosh që këndoj gjitha sezonet. në fund të Pushimet i sezonit, kemi në plan shtator. në shtator. Mua më pëlqen Greqia, ndonjëherë bëjmë debat. Do ta ndani deri në shtator. Jo, Turqi, mirë Turqi. Shpat, ishte shumë kënaqësi që u ndale në Living Roomin e Vision Plus. Ty Bruna dhe të uroj sukseset në të Faleminderit ardhmen. shumë. Ke një emision shumë të mirë, shumë të qelluar për ato që na ndjekin, për ndjekësit e tu, edhe të uroj më të mirën. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit jo vetëm për prezencën që ndave me ne edhe projektet e tua, por mbi të gjitha që na tregove më shumë për atë që nuk e kemi njohur nga Shpat Kasapi. Faleminderit. Faleminderit miq që qëndruat edhe këtë të shtunë në shoqërinë e Living Room në Vision Plus. Ju pres të shtunën e ardhshme, nuk i kemi marrë ende pushimet. Mirupafshim.